Përshëndetje miq të dashur, po takohemi edhe këtë ditë të shtunë në emisionin Rit me materiale të ndryshme që gazetarja Ritës i sjell vazhdimisht nga tereni, po ashtu si çdo herë tjetër do të shoqëroni me 2 intervista, mirë po, këtij edicioni ja kemi kushtuar muajit të shenjtë të Ramazanit. Në të 2 intervista do të flasim për muajin e shenjtë të Ramazanit, do të diskutojmë për gjitha sfidat që mysafirët tanë i hasin gjatë këtij muaji, lidhjen shpirtërore që e përjetojnë gjatë këtij muaji, shumë çka tjetër. Gjatë këtij muaji besimtarët musliman jo vetëm që lidhen me Zotin, po shprehin dashuri, mirësi, durim e gjithçka tjetër. Nuk po ju zbuloj më shumë, po ju ftoj ta ndjeqni si fillim historien që Leorta na ka sjell nga tereni dhe rikthehemi pas pak me 3 mysafir simpatik. Miliona besimtarve musliman në botë, të cilët agjeron muajin e shenjtë të Ramazanit, së fundmi ju është bashkuar edhe një agjerues si veçantë, Amar Berisha. Ky djalë është simpatik. Ani pse vetëm 14 vjeçar, ky është Ramazani i dytë që po agjeron. Shkolla dhe aktivitetet tjera ditore nuk e pengojnë Amarin që të agjeroj e as edhe e kundërta, ndaj ua rekomandon edhe bashkëmoshatarëve të tij. Ky është Ramazani i dytë. Prej moshës 13 vjeçare kam filluar të provoj agjerimin. Familja më kanë thonë që ende me moshë ende i mitur për me ninu. Gjithkohë ninon në familjen tem. Po, përveç kështu fëmijëve se ajo dihet. Po e kam një motër të vogël, 9 vjeçare. Po e du shumë motrën dhe do të kujdesem për të. Absolutisht jo, veç që për shembull ndonjë ditë në shkollë kur kena kështu sport dhe për shembull më e çtu. Kohën e lirë e kaloj për shembull duke luajtur ndonjë lojë ose duke vizatuar, kam dëshirë shumë. Po, për shembull kam ide dhe kur kam idenë veç e shpreh imagjinatën mes vizatimit. Po, shumë 100% e kisha pro vazhdu. Për buk nuk e kam shumë problem. Gati korr, po thjesht për shembull me ujë ndonjëherë kështu që po e çtuna. Po, kur po është manxet ose kur po bëj aktivitete, po edhe aktivitetet nuk janë shumë që po më pro lodhin. I ka vetëm 14 vjet, por synimi i tij që tani është që të jetë një lider në të ardhmen. Jo, po me sport nuk kam dëshirë kështu me kur të bëna kur të rritem. Kështu për shembull kisha pas që diçka kështu që shumica me njerëz që të shohin mund me njoft nëse po më kupton. Gjithë kur kom qenë vogël kom pasur me kon lider, edhe ende mendoj që ndoshta ndonjë politikë, ndonjë leadership. E për moshën që ka, natyrisht që edhe Amari ka preferencat e tij sa i përket gjërave që i përshtaten me moshën. Po i kam 7 shok më të afërt, kështu që i kam gjithmonë rrina bashkë, luajna loja e të tjera. I kam filma Marvel, quan më pëlqejnë shumë. Kur kam qenë më i vogël ndoshta se për shembull kur je më i vogël e shikon këto filmat duken interesant, ki dëshirë, ama tani jo. E për në fund ai pati një mesazh simpatik për prindërit e bashkëmoshatarëve kur bie fjala për agjerim. Unë e kam një mesazh për ta që mendoj që prindërit për shembull nëse nuk i lejojnë, unë jo kisha sugjeruar me leju, por për shembull edhe masi janë fëmijë, edhe nëse nuk mund për shembull mund ndalu sepse ende janë të mitur, por po, unë mendoj që nuk duhet me ndalu sepse është një gjë shumë, një akt shumë pro i mirë dhe pro shumë fetare i mirë dhe po ashtu edhe për shëndetin, nuk është pra një gjë që është kundër shëndetit, në fakt është shumë e mirë për shëndetin. Pas të materialit lezetshëm që e ndoqëm, jemi rikthy prapë në studio e tashmë me mua janë edhe 3 mysafir simpatik. Është Fiona Berisha. Fiona, mirë se erdhe sot në Rit. Mirë se gjeta dhe faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi, është Nurali Baruti. Faleminderit. Nurali, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Është edhe Nahar Moko, mirë se erdhe Nahar. Faleminderit, mirë se gjeta. Është kënaqësi që gjetët kohë me qenë sot pjesë e Ritës, edhe pse jeni agjërueshëm. Plus edhe keni obligime të shkollës, e krejtu aktivitetet që i bëni. Tregomni pak, po filloj me Fiona, Pa problem. Fiona, tregon pak në cilën moshë ke fillu me agjëru?
edhe qysh ka qenë ajo ndjesia kur e ke agjeru Ramazani Mu me thonë që unë kam fillu me agjeru rreth moshës 10 vjeçare dhe normal që ka qenë ndjesi e mrekullueshme kur e kam pa vetën se çfarë pike kam arrit, po që të ku duke i pa dhe arritjet e mia se çysh po mundem me kalu ditën e agjerimit komplet, duke i marrë parasysh edhe aktivitetet shkollore, domethënë nuk kanë një ndjesi shumë e mirë kur e kam pa vetën që po mundem me i përballu këto sfidat në sa që na e sjell agjerimi gjatë ditës, po prapë kam vojt me dalë super dhe u kon diçka shumë e mrekullueshme për mua. Mirë shumë. Nga cila moshë fillove me agjeru? 10 vjeçare. 10 vjeçare. Tash sa vjeç je? Tash jam 14 vjeç. Do me thonë ke agjeru 4 Ramazana me radhë. Po për ty Nurali? Edhe ne kam fillu me agjeru për moshës 10 vjeçare. U kon një ndjesi e papërshkrueshme, u kon ndoshta një ndjesi e mirë, jam kon ndoshta i kënaqur edhe me veten, se kam mujt me agjeru një ditë komplet ose disa ditë me radhë. Po Nahar? Po ashtu dhe në kom fillu me agjeru që është në moshën 10 vjeçare dhe ka qenë ndjesi shumë unike, po gjithashtu edhe në ndjesi që nuk muj me përshkru as me fjallë, se duke marrë parasysh gjatë pjesës agjerime gjithmonë e në dhatu pjesë të tjera, rritet të tjera fetare cilat i kom kry, kështu që është thjesht një qetësim shpirtëror apo ndryshe dhe pjesë ku ti qetësohesh dhe je edhe shumë ma energjike po edhe ma e lumtur shpirtërisht. Mirë shumë. Po tregomni pak për sfidat që i përjetoni ju gjatë muajit Ramazanit. Kisha filluar nëse Po, s'është fillon problem. kjo. Çfarë problem? Atëherë sfidat nështë që i së hasim gjatë ditës Ramazanit, nështë janë pak aktivitetet shkollore, po gjithë në kohë aktivitetet jashtë kurikular, dhe jashtë shkollës jatë më dhe zhvilluna edhe pas shkollës, prapë se prapë nëse ka fëmijë ose nxënës si cili don me arrit agjerimin komplet dhe asnjëherë nuk dorëzohet, prapë se prapë mundesh me arrit, duke fillimisht duke i dhënë vetë durim, po gjithë në kohë dhe shpresa se si thon shpresa gjithmonë vdes së fundit, kështu që duke i jep vetë sa më shumë durim, pa ashtu edhe gzim, mundesh me arrit gjithçka, po gjithë që dhe nahari, Ramazanit ta sjellën qetësi shpirtërore dhe kur e sheh veten që po qetësohesh më shumë edhe po ki suksese më të shumë, prapë se prapë mundesh me arrit. Unë për vete gjatë shkollës jam me angazhuar në disa aktivitete të ndryshme, që vjen më sek fakti që ndoshta pak lodhem gjatë ditës, por prapë se prapë ja dal me i menaxhu të gjitha, po ndoshta unë më thonë që edhe bashkëpunimi me nxënësat e tjerë, pa ashtu bisedat të qeshura na lojnë ditën që me kalu pak më shpejt edhe me haru që jemi agjërueshëm. Po, gjatë kohës që jeni në shkollë, me siguri e kaloni ditën shumë më shpejt se sa kur jeni në shtëpi. Po për ty Nurali? Për mu sfida më e madhe kur jam të agjeru është nashta aktivitetet e shkollës. Edhe pse kalojnë një qysh shpejt, kalon koha, prapë se prapë është kur je aktiv gjatë kohës caktuar, asi prapë është diqysh të lodhë. Ama kështu pëlqen. Po prapë ja del. Po. A ka ndodhur, a ke pas ndonjë rast kur e ke prish Ramazanin? Nuk ka ndodhë, këtë mu jo. Nuk ka ndodhur. Do me thonë jeni edhe të vendosur, qysh prej fillimit deri në fund, po e agjeroni. Për ty Nahar, a ka pas sfida gjatë Ramazanit? Patjetër që sfida gjatë këtij muaji të shenjtë janë gjithmonë prezente, sidomos edhe tek pjesa e aktiviteteve shkollore, ashtu siç e cakon Fiona dhe Nurali, por gjithashtu edhe ato pjesë të tjera, aktivitetet të tjera me cilat mirëmi pas shkollës. Po besoj se në momentin kur ti agjeron me dëshirën e plotë, por gjithashtu edhe kur ti vetë dëshiron me agjeru, pra në fakt formë nuk është se ta imponojnë tjerët, absolutisht nuk është që i vren atë shumë sfida që ti i ha, sepse po agjeron me gjithë zemër, me gjithë shpirt, edhe kështu që ato sfidat apo pjesët ma të vështira ditës bënë si inexistente. Mirë tha Nahari, nuk është që na ka imponu dikush, po keni bo me zgjedhje me dëshirë. Po tregom pak prindrit në fillim kur i tregua që po agjeroni. Çka ju thanë? Çfarë këshilla ju thanë? Për prind nështë ka qenë diçka shumë e papritur nga ana jonë, se na e kemi pa nështë që nuk është shumë lehtë për me agjëru, për momentin që e kemi marrë përsi për këtë punë, edhe e kemi pas që nuk qenë ka dhe që vështirë, kemi vazhdu me agjëru edhe ditët e tjera, pa që dhe muajt e tjerë, por edhe prindve në ato raste kam fillu me shfaq nështë disa brenga, sa mundemi me nejt na pa ushqy ose pa pi ujë, por prapë se prapë që thashë edhe më herët, bëhet gjithçka më lehtë kur ti e bën atë dëshirë ose e kryen atë punë me gjithë vullnetin tënd. Po. Nahar, tregom pak çish ka qenë ajo ndjesia kur e ke përfunduar Ramazanin e parë. Ka qenë një ndjesi unike, po gjithashtu ka qenë dhe një ndjesi shumë e madhe dhe lumturisë brenda meje, se një farë forme e kom përmbush me thonë kështu një kapitull agjerimi, mbi cilin jam shumë e lumtur edhe shumë krenare që përpas asaj, po që kom agjeru muajin më të shenjtë që është muaji Ramazan, gjithashtu kam kryer dhe rritje tjera fetare, po gjithashtu e kam kalu me personat edhe me njerëz të mi më dashur, kështu që besoj që secila etapë jetësore kur i kalon me personat të zemrës apo personat të tu më dashur, gjithashtu kalon edhe më lehtë dhe bëhet gjithnjë më e bukur. Po. A keni pas përkraje kështu nga familjarët, nga shoqënia, nga mësuesit? Po, ne kam pas asi përkraje të madhe nga babi. Më ka thonë nëse mundesh me agjeru, agjerë, po nëse nuk mundesh, nuk ka problem. Po.
është nashta një ndjesi e mirë kur mund është ma agjeru ose një diçka, shpirt ndresht ndihesh mirë. Po, kjo ka rëndësi. Fiona, të regëm pak, a ke pas momente ose sa e kitë vështirë me u përqëndru në shkollë kur je u rritur ose kur je jetur? Që si ka ma herët nështë ta bashkëpunimi me ndoshtat e tjerë që shratë të bisedat nuk e bojnë shumë të vështirë ditët e agjerimit, po hitë e kundë është ta ka pas në ditë kur ushqime dhe ujit kanë munguar dhe ke vreqën ndoshta pa koncentrimi kundrejt mësimit ka humbur, por prapë të prapë kur e sheh veten që mundesh me ja dal edhe bisedon me tjerë edhe të e harron faktikisht që ja agjërushëm, që edhe dita kalon shumë shpejt. Që besoj që agjërimi nuk është ndikon shumë te koncentrimi në zonësat, por tek nxënësit që nuk e kanë mendjen të ushqimit dhe bëjnë këtë punë vullnetarisht dhe harrojnë krejt që janë duke agjëru, është diçka shumë e lehtë dhe shumë e thjeshtë për ta. Që edhe për mua ndodhe njëjta gjë, nuk është që shumë ndikon ushqimi ose pak mos ushqyera, më thonë në farë forme, por prapë se prapë mundem ja dal super. Po, a ka dhe shokë të tjerë që agjërojnë Ramazanin bashkë juve? Klasë? Për fat mirë jemi shumica e klasës, por gjithashtu edhe rrethi shoqëror të cilët agjërojnë, por është edhe një fakt i mirë se nëse janë disa persona të cilët nuk e mbajnë agjërimin për arsye të tyre personale që është shumë e kuptueshme, mundohen që me e largu konsumimin e ujit apo të ushqimit në rast që për me e respektu edhe atë pjesën tonë kohën tonë të agjërimit. Po, që shi përjetoni ato momentet e para kur vjen iftari, pas një dite gjatë, me thonë që jeni agjërushëm? Që se në roli. Kush do një filloni, e bojmë si bashkë bisedim. Për mu është një ndjesi e mirë, se një ditë e gjatë pa ujë është, ase jam konsumu shumë i ujit, në ekstrem, pi ujë shumë gjatë ditës, po... Qish po e menaxhon edhe ushqyrjen mandej? Mirë, nuk është keq, mirë, super. është një ndjenjë që, me thonë, mirë. Po, unë me sa e di, me sa kam informacione për juve, jo dhe falën e apo? Po. Qish është kjo ndjesi për juve? Është ndjesi e mirë. Është ma shumë se sa ndjesi e mirë, se është me një pikë ku ti e fal njërin prej namazeve, e ndjen veten si më të lidhur me Zotin, e ndjen veten në mënyrë drejt për drejt edhe duket sikur ato lutjet e tua që i ke bëu për familjen apo gjithashtu edhe për pjesët e tjera jetësore cilat i kemi dhe ato dëshirat e tua, duken sikur plotësohen akoma edhe më lehtë dhe ki kontaktin me Zotin më të afërt. A ka qenë Fiona dikush shembull në shtëpinë e juaj që keni filluar edhe ju me u fal apo jo? Po. Në fillim hapin e parë që ka marrë kundrejt faljes, ka qenë gjysha ime, cila ma vonë ka fillu me i trashëgu, më thonë një farë forme, këto detyra dhe tek nëna ime, pastaj duke vazhduar me neve vajzat, por asnjëherë duke harruar gjin ma shkollore, cilët më shpesh të bënin falin namazin e xhumas, cilat që ditë shumë e rëndësishme, po pa i lënë anash edhe ditët e tjera. Në fillim ka fillu gjysha me u fal, pastaj ka vazhduar edhe tek mami, duke trashëguar këtë farë detyre edhe tek ne vajzat, që tashmë veç jemi mësuar dhe është diçka shumë e mrekullueshme për ne. Mirë shumë. Nurali, tregon pak çyshe run, domethënë energjinë gjatë ditës. Cilat janë mënyrat që i përdor? Unë energjinë gjatë ditës e ruaj kështu veç duke bërë shako, kështu jam tip që veç muj me buaj gare të ditës edhe mundem me kalu koha shumë shpejt me këtë sene. Nuk muj mu nolë nashta heq, kur vjen puja të shakoja, ose me buaj gare me dikën. Po, e ke do me thonë energjinë pozitive gjatë krejt ditës, edhe pse agjërushëm. Po. Po për ty Nahar? Paka shumë vlenë e njëjta, po besoj se kur është ajo pjesa se agjëron me vetë dëshirë që thash edhe ma herët, gjithçka bëhet edhe ma shumë e lehtë që kalon edhe koha apo periudha e agjërimit sa ma lehtë. Po për nxënësit që nuk agjërojnë në këtë moshë, çfarë mendime keni? Edhe pse kjo është zgjedhje me dëshirë, po çka do t'i këshilloj ju? Nëse besoj se gjithë secili e zgjedh atë pjesën e vet se do apo nuk do më agjëru, po gjithë është edhe shpreha që nuk bën me gjuku librin prej kopertinës. Nëse ne shohim një person i cili është i qeshur dhe mendojmë se gjithçka është në rregull me të, po nuk mundemi me ditë se çfarë ai është kaluar, se çfarë është ndje brenda tij, kështu që nuk duhet fare me gjyku apo me paragjuku një person sepse ai nuk është duke agjëru këtë muaj të shajt. Ndodhet sepse disa thjesht nuk duan apo disa nuk kanë mundësi të agjërojnë në shkak arsyeve të ndryshme, kështu që e quaj një farë forme edhe këtë si paragjykim shumë të madh shoqëror që e kemi, se nëse nuk agjëron një person, fillojmë njëherë duke e sulmu një farë forme sepse nuk jetu agjëru. Është e drejtë edhe gjithsecili vendos për veten e tij se a don apo nuk don me agjëru, kështu që asnjëri nuk mundem me ditë për tjetrin arsyeën e vërtetë sepse ai nuk është me Ramazan. Shumë saktë. Fiona, tregon pak sa ndikon agjërimi në zhvillimin tënd shpirtëror dhe emocional.
Që përmendëm më herët agjerimit, më muaj në shenjtë Ramazanit është një diçka shumë rëndësishme për neve, që na bën më undi mirë edhe nga ana shpirtërore, por edhe nga ana emocionale. Duke pas se kemi më shumë qetësi shpirtërore, ndjejmë veten më të qetë, po tjetër kohë të rënd më shumë durime, që nuk na lën neve më formë nevrek ose nervoz. Kështu që agjerimi ndikon shumë mirë tek të gjithë ne, sepse na bën më undi më të qetë, po tjetër kohë edhe vrim që vetë e kemi largua ato gabime që ndoshta i kemi bërë para muajve të ndryshëm, duke i përfshi edhe ato sevapet ose një farë formë gjërat e mira që i bëjmë gjatë muajit të Ramazanit. Po. Nurali, tregon pak çyshe e mban ekuilibrin gjatë përkushtimit ndaj Ramazanit, po dhe ndaj aktiviteteve shkollore që keni. Ekuilibri mbahet Çyshe gjen balancën? mirë tyve se është kur agjeron ose asi, është duhesh me agjeru edhe me mend ose duhesh asi për u përkushtu ndaj agjerimit, kështu është super muj me mbajt mirë. Nuk Po ka ndaj ashtu edhe problem. aktivitetet shkollore sigurisht që nuk i lën anash. Jo, s'bën me lënë anash për atë punë, po. Po për ty Nar? Mundohem me bu një balon gjatë tërë kohës, po veçanërisht këtë muaj të shejt, sepse mundohem aktiviteteve shkollore me ju qëndru besnike, ashtu si jam edhe muajve tjerë. Aktivitetet e tjera mundohem pak sa me i rallu, sepse kam dëshirë që këtë muaj të shenjtë me kalu pranë familjes time, por gjithashtu duke krye deritet e tjera fetare, duke lexuar librin e shejtë Kur'an, apo duke thënë edhe dhikër apo dova të ndryshme. Kështu që mundohem që me i lëm vetës kohë pak më të lirë në këtë muaj, gjithashtu tu e ditë edhe rëndësinë që ky muaj e ka, kështu që mundohem me e shiju në maksimum. Mirë shumë. Po tregomni pak, a keni pas ndonjë moment vështirë gjatë muajit Ramazanit? Në këtë muaj që keni fillu tash, këtë vit? Gjatë muajit të Ramazanit, ndoshta më thonë që s'kemi pasur shumë momente të vështira, po një ndër momentet që ne kujtoj është ndoshta dita kur kam pasur kokëdhimbje, edhe prap kam ujt me kalu, nuk e kam prish. E kam majt ende derisa ka ardhur momenti i iftarit, sepse prap kur e kam kry normal orarin shkollor, kam shku në shtëpi dhe kam pushuar munduese më shumë kohë me i lëm vetes, për një që mos me prish edhe agjerimin, duke janë shkaluar aktivitetet të tjera, shkaku që në momentin kur e vrem veten që ndoshta nuk je shumë mirë shpirtërisht ose edhe fizikisht, duhet me lëm pak më shumë kohë vetes, duam me pushu, pse jo me flajt gjumë të tjera. Mënyrë që edhe mos me ngarku më shumë trunin, shkaku që ai vetë tashmë është i ngarkuar kur ti ke një kokëdhimbje, por prap mundesh me ja dal nëse ti e don atë agjerim ose atë punë. Po na tregom, a e ndjen këtë ndikimin e Ramazanit në marrëdhëniet tuaja me shokët, mësuesit? Besoj se në përgjithësi kur diçka e bën me gjithë pasion edhe me gjithë dëshirë, nuk është që i vren edhe pengesa që i has gjatë saj. Njëtë edhe që e përket muajit shejtë Ramazanit, në fakt që e përket pjesës shoqërisë, shumica shoqërisime pra agjerojnë, gjithashtu edhe në familje, pra gjithë familja ime me Ramazan do më thumë në agjerim. Që nuk është që ka sfida apo pengesa në momentin kur ti je idej në atë punë që e bën, po gjithashtu edhe je përkushtuar 100% kësaj pjese. Me qenë se tha që një pjesë e madhe e shokëve në klasë agjeroni, a keni menduar me hongër në iftar kështu bashkë? Po, planifikoni? ka ndodhur asi, po tash nuk dihet me kismet. Gjatë këtij Ramazani a planifikoni me bo ndonjë iftar me shokët ose? Kishte qenë diçka e mrekullueshme me bëni iftar pse jo krejt bashkë edhe me shpejt dëshirat që i kemi, po nëse realizohet, do të është diçka shumë perfekte dhe na është plotësuar një dëshirë shumë e madhe për ne. Po. Sa po ju ndihmojnë familja dhe prindrit për kujdesin ndaj mësimeve? Tregom Fiona. Mu personalisht nuk është që nështë najherë kom nevojë shumë për përkrajnë familjeve, ose për mojmë me thonë masakshësh për ndihmën e familjes në mësime, sepse jam edhe vajta më e madhe në familje, edhe më shumë të ndihmë ju jap unë motrës dhe vllajt e më të vogël, ndërsa për pjesën e prindve normal që ata gjithmonë më japin përkraje, por ashtu duke më thonë që nuk bëm më streshu shumë për pjesën e mësimit, se nëse ndoshta ndonjëherë prapse kur provon gjëra të tjera mundesh me pas sukses, që përkraja ndikon shumë, por gjithë në kopë se jo edhe ndihma kur ndonjëherë mundesh me has në ndonjë ngecje. Çfarë moshe e ki motrën dhe vllahun Fiona? Motra ime është moshë 11 vjeçare, ndërsa vllau është në moshën 7-8 vjeçare. Apo agjeron motra? Motra më ka filluar me provu pak, po është ndoshta nuk është që mundet me arrit këtë pikë shumë, por prapë provon që ndonjë ditë kur është më e pushueshme me agjeru. Ende është e vogël, po. Po. Tregomni pak cila do të ishte një këshill për gjithë shokët edhe shoqet që kishit menduar. Atëherë, po fillojmë, patjetër që dëshira, sidomos për këtë muaj shejtë Ramazanit, po dhe këshilla që ja u kisha dhënë është që mos harroni që sidomos në këtë muaj të përkursoni më shumë anës fetare, gjithashtu duke mos lënë anash edhe aktivitetet apo pjesë të tjera ditore që janë bërë tashmë rutinë për gjithë secilin prej neve, edhe për secilin do besimtar të fesë muslimani, uroj thjesht agjerim të lehtë dhe sa më të pranueshëm.
Nurali, cilat do të ishte një këshillë jotja? Këshilla ime do të ishte që mos ta kenë mendjen të ushqimeve, të dyshysh me hek stresin e ushqimit ose najsen e pos aktivitetet ndryshme. Kështë të ndimën ma shumë, të kalën koha ma shpejt edhe... Ta agjerojnë me shpirt e me zemër, ashtu si që thas për i fillimit. Po Fiona për juve? Ndërsa këshilla që i kështë e përnë është po ashtu me qenë me përshkrucim për gana fetare, për kitën kodët me pas edhe durim, njërë që gjëgja me u kry sa ma let edhe sa ma mirë. Fiona, të regon pak që shjeni me mësime, apo vazhdoni me qenë të përkushtumë si kur çdo herë tjetër? Si çdo muaj të tjerë dhe muajin e Ramazanit, mësimin asnjëherë nuk e lëm anash, do jemi të fokusuar ato më thonë shumicën e energjisë që kemi ne e lëm tek mësimi, po duke i marrë parasysh aktivitetet e tjera, do jemi mos tek fakti që suksesi i mësimit është sukses i shkëlqyeshëm, do jam shumë e përshkurtuar në mësim, duke i marrë parasysh aktivitetet e tjera, po ashtu edhe muaji i Ramazanit nuk është se ndikon shumë ndoshta në fokusin që më u hek fokusi gjatë mësimit, do jam e fokusuar ato gjatë gjithë kohës, ku duke lexuar libra që thanë edhe nahare, pse jo duke lexuar edhe librin e shenjtë të muslimanëve i cili është Kurani, po ashtu duke marrë parasysh edhe librat apo mësimet që i kemi ne. Po për ty Nuralia, ka pas ndonjë moment që s'ke qenë shumë i fokusuar? Ka pas dhe raste që nuk kam qenë i fokusuar, po apet e kam kompenzuat kohët të mësimit. Mësimit nuk bën mu lën anash edhe në këtë muj të shenjtë, po ka ndodhur dhe raste. Për ty Nahar? Patjetër që ka pas, po dhe gjatë muajve tjerë kur nuk kemi, do me thonë kur nuk kemi agjerushëm, ka momente cilat edhe disponimi jonë, po dhe ajo energjia jonë ndoshta është pak më e ulët edhe ndoshta nuk e kemi atë shumë vëmendjen, po si që tha dhe Nurali kompenzohet me një farë forme, edhe gjithashtu, po nuk është që e kisha vritë si lloj pengese këtë muaj të shejtë, sa përket shpërqendrimit gjatë pjesës mësimore. Të e marrë parasysh që edhe tash është periudha e vlerësimit testeve, pjesa e notave, kështu që do të më qenë hala dhe më shumë të karikuar thonë kështu, po një farë forme besoj se edhe ajo pjesa e agjerimit na ndihmon edhe më shumë për më qenë atë përkushtuar. Jemi drejt minutave të fundit sa interviste dhe unë nuk po du me ju mbajt ma gjatë, se ju jeni agjerushëm. Faleminderit shumë që ishit të pjesë e rritës dhe faleminderit që vazhdoni me agjeru e me qenë frymëzim dhe shembull për bashkëmoshatarët e juaj. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Ndërsa tani po e ndjekim edhe një histori të dytë që Learta na ka sjell nga terreni dhe rikthehemi pas pak me mysafirin e dytë për sot. Agjerimi ka disa përfitime për shëndetin, jo vetëm në aspektin shpirtëror, por edhe fizik. Këto e thot edhe doktor Visar Berisha, specialist i mjekësisë interne gastroenterologjia. Ai fillimisht shpjegon se agjerimi është një praktikë që mund të ndihmojë trupin të pastrohet nga toksinat dhe të rifillojë proceset natyrore të riparimit dhe rigjenerimit të qelizave. Përgjithsisht, kur flasim për agjerimin, qoftë ai i natyrës fetare apo jo fetare, format të ndryshme mjekësore të asaj që quhet intermittent fasting ose të ushqyeri në mënyrë jo, me ndërprerje ku krijohet një distancë në mes marrjes së ushqimeve, është parë që krijon një detoksikim të organizmit nga toksinat, por edhe nga ajo që quhet marrje tepër të ushqimit, qoftë e karbohidrateve, qoftë e yndyrnave, të cilat kur jemi gjatë agjerimit ose gjatë përmbajtjes në ushqim, krijojnë mundësinë që organizmi mëlçia të bëjë metabolizimin e atyre yndyrnave të cilat janë të tepërta në organizëm. Dhe kështu fillon dhe pastron organizmi vetveten dhe krijon një situatë më të mirë, më stabile, krijon një situatë një homeostaze të re ose ekuilibri të ri në organizëm. Shiko, unë tash nuk do të përfshihem në ato që është diskutim fetar, po përflasim vetëm për çështjet ato që janë të natyrës shëndetësore. Faktori mosh normalisht llogaritet një mosh kur jemi të pjekunisë, do të mbi moshën 18 vjeçare, kur edhe disa procese të rritjes kanë përfunduar dhe organizmi nuk ka nevojën e plot për marrje në sasi të madhe të ushqimit, por normalisht duke ruajtur gjithmonë në marrjen e faktorëve të tjerë, qofshin ato proteinave, mineraleve, të cilat duhet të jenë në sasi të mjaftueshme për organizmin. Normalisht kjo marrje ose kjo përmbajtje nga ushqimi duhet të jetë
po flasim gjithmonë për aspektin mjekësor, duhet jetë gjithmonë e konsultuar edhe me mjekun, sepse duhet përjashtohen probleme shëndetësore të mundshme, qofshin të natyrës kronike ose formave të tjera, të cilat duhet kemi kujdes të madh në përballjen ose eliminimin e ushqimit, varësisht nga problematikat, sepse mund të përkeqësojmë situatat. Por këto që i quajmë intermittent fasting ose përmbajtje nga ushqimi për një kohë të caktuar, mund të shërbejnë në ekuilibrin metabolik të organizmit dhe të kemi pastaj një situatë e cila na mbron edhe nga shtimi ose nga obeziteti ose ndryshime tjera të asaj që ne e quajmë edhe si sindroma metabolike ose çrregullimit të yndyrnave, të tensionit, sheqerit e kështu me radhë. Sipas doktor Berishës, një nga përfitimet kryesore të agjerimit është rregullimi i funksionit të sistemit tretës. Agjerimi mund të ofrojë një periudhë pauze për stomakun dhe zorët, duke u dhënë atyre mundësinë për të pushuar dhe për të rikuperuar nga ngarkesa e vazhdueshme e përpunimit të ushqimit. Kjo ndihmon në uljen e inflamacionit dhe rritjen e efikasitetit të proceseve të tretjes. Atëherë, në periudhën kur lejohet marrja ushqimit ose kemi të lejuar marrjen ushqimit, duhet jemi shumë të kujdesshëm në shtimin e sasisë së ujit në organizëm. Duhet marrim sasi të mjaftueshme të ujit për organizmin, sepse është një prej faktorëve më të rëndësishëm më i madh se sa faktorët ushqimor, qofshin yndyrnat ato sheqernat, i cili mban një metabolizëm të rregullt, mban një ekuilibër të mirë në organizëm. Uji është faktori i parë i cili duhet ta shtojmë në sasi në organizëm gjatë kohës kur mund të përdoret ushqimi. Pastaj normalisht duhet kemi kujdes në marrjen edhe atyre ushqimeve të cilat janë ushqime kalorike, kryesisht proteinike, të cilat do të na ruajnë strukturën e organizmit. Nuk duhet ngarkohemi në periudhat kur lejohet ushqimi, nuk duhet ngarkohemi shumë me sheqernat, me brumrat dhe normalisht me yndyrnat, por duhet kemi një marrje të ekuilibruar, të reduktuar të këtyre faktorëve, të cilët mund të ngarkojnë sepse kemi një bartje të marrjes së ushqimit prej asaj që është ditën në natën, dhe për shkak se natën aktiviteti fizik është më i ulët, ne do të tubojmë, do të deponojmë më shumë yndyrna dhe sheqerna se sa do të ishte marrja gjatë ditës kur kemi aktivitet fizik dhe e humbim. Kështu që gjithmonë marrjen e ushqimit duhet ta kemi të kujdesshme, por sasinë e ujit, sasinë e langjeve duhet ta shtojmë, kështu që të marrim një ekuilibër të ri. Është shumë e drejtë që para se të marrim hapa të tjerë për ruajtje ose përmbajtje nga ushqimi për kohë më të gjatë ose në formë periodike gjatë vitit, të kemi një vizitë mjekësore ku bëhen vlerësimet gastroenterologjike dhe vlerësimet endokrinologjike. Do thotë shohim traktin e tretjes se si është metabolizmi dhe në anën tjetër masim edhe hormonet dhe faktorët tjerë metabolik të endokrinologu. Dhe pastaj marrim një leje në të cilën mjeku na preferon ose na lejon ose deri ku na lejon që të kemi një të quajtur intermittent fasting, 8 orësh, 12 orësh, 16 orësh e kështu me radhë. Por gjithmonë duke u konsultuar me mjekun, sepse nuk duhet të ikim prej asaj që është një rregull ose një ekuilibër i cili duhet mbahet në organizëm, në marrjen dhe në lirimin e ushqimeve ose kalorive prej organizmit. Si përfundim, ai thekson se ndonë se edhe agjerimi ka përfitime për trupin, është gjithashtu e rëndësishme që ky proces të bëhet në mënyrë të mençur dhe të kontrolluar. E për të gjithë ata individ që planifikojnë të praktikojnë agjerimin, thonë se duhet të ndjekin edhe këtë këshill nga doktor Visar Berisha. Këshill mjekësore për të gjithë ata që kanë vendosur të agjerojnë, tash jemi në mesin e agjerimit, por ata në fillesën e agjerimit duhet gjithmonë të gjithë ata të cilët janë me smundje kronike të marrin një mendim mjekësor. Gjithsesi, sepse është mirë të jemi të përgatitur për situatën që na pret gjatë ndryshimeve, këtij ndryshimi të mosmarrjes së ushqimit ose reduktimit të kohës. Diabetikët, ata që kanë probleme me tretjen e kështu me radhë, por ata me tensionin dhe me probleme tjera kronike. Kjo është e para. E dyta, nëse fillohet me probleme gjatë agjerimit, duhet të lajmërohen tek mjeku, sepse jo gjithmonë ne insistojmë në ndërprerje nëse prishin e agjerimit. Ne mund të gjejmë forma të ndryshme të trajtimit, të cilat edhe nuk prishin agjerimin dhe ndihmojnë pacientët që të jenë të gatshëm të mbajnë agjerimin dhe mos të kenë probleme shëndetësore.
Jemi rikthyer me pjesën e dytë të emisionit e tashmë me mua është edhe mysafiri imi i dytë për sot, është Petrit Mulaku, specialist i mjekësisë emergjente. Doktor, mirë se erdhët në rit. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë. Doktor, sot do të flasim për muajin e agjerimit, mes detyrës dhe agjerimit, sfidat e mjekëve të emergjencës gjatë këtij muaji. Tregon pak si ndryshon rutina juaj e punës gjatë Ramazanit? Po, edhe rutina jonë, si kurse rutina shumë njerëzve, pothuajse të gjitha atyne që agjerojnë, sigurisht që ndryshon. Vetë ajo dinamika e Ramazanit, do me thonë ngritja për ngrënien e syfyrit, pastaj iftarit, pastaj rregullimi e kësaj dinamike të re me orarin e punës, kërkon një farë lloj impenjimi, një farë lloj rirregullimi të aktiviteteve, po ja dalëm ditët e para janë pak sfiduese, pastaj domethënë stabilizohet, ekuilibrohet situata. Po cilat janë sfidat kryesore që i hasni gjatë punës gjatë këtij muajit Ramazanit në emergjencë? Po sfidat kryesore pak a shumë sikurse të gjithë njerëzve të tjerë, fillimisht ditët e para mund të mini pak uri, pak etje, ka shumë prej nesh jemi të varur pak prej kafeinës, prej kafes, disa edhe prej cigares, kështu që derisa stabilizohen edhe këto dëshira, po si thash edhe ditët e para pak janë sfiduese, pastaj domethënë pjesa tjetër kalon pa probleme zakonisht. Po sa ndikon agjerimi në vendimarrjen dhe përqendrimin në punë ose për shembull gjatë operacioneve gjata që i keni? Jo, nuk dikon, përse se organizmi vetiu i adaptohet kësaj situate të re. Nëse ne nuk marrim ushqim, domethënë nëpërmjet gojës, atëherë vetë organizmi vetë i mobilizon ato depot ushqimore, domethënë të ndyrën edhe karbohidratet të cilat janë nëpër trup, edhe me kohë domethënë i stabilizon atë metabolizmin e këtyre materialeve ushqyese, kështu që zakonisht nuk kemi probleme, te kalojmë pa telashe të mëdha. Po, doktora, keni pas ndonjë rast ku ku është dashur ose jeni detyruar me ndërprer Ramazanin për shkak të lodhjes ekstreme që e keni pas? Jo për shkak të punës, jo për shkak të angazhimit të punë, po për shkak ndoshta ndonjë smundje personale ose për shkak ndonjë unë kam udhëtuar shumë gjatë 12 viteve, kam pas udhëtime të shumta, kështu që më ka ndodhur me ndërprer për shkak të udhëtimeve, kështu mirë, po jo për shkak të angazhimit në punë, nuk më ka ndodhur. Po si arrini, doktor, me e mbajt këtë energjinë gjatë ditës, gjatë një ditët ngarkuar? Ramazani është i veçantë, është një atmosferë e veçantë gjatë Ramazanit. Sigurisht, pak a shumë, kur i shef shumicën e kolegëve, domethënë agjerojnë, kur vetë ajo fryma, ajo, si të them, energjia e Ramazanit në mban edhe që të kryjmë ato aktivitetet tona pa ndërprerje dhe pa probleme. Po kur jemi tek rastet në emergjencë, a keni raste pak më të mëdha gjatë këtij muaji apo jo? Jo, përpos rasteve të zakonshme, të cilat paraqiten rastet normale si në Ramazan, si jashtë Ramazanit. Zakonisht, sidomos ato ditët e para, pas iftarit, kemi probleme të pacientave që vinë me probleme të traktit të tretës, për shkak se pas një periudhe të gjatë mos ngrënies, një pjesë e njerëzve gabojnë edhe marrin sasi të mëdha të ushqimeve, për cilat organizmi nuk është i gatshëm për me i përpunu aq shpejt. Kështu që shpesh vinë me të vjellura, me dhimbje barku, me dehidrime, me këto gjëra. Këto janë ato ndoshta më specifike që paraqiten gjatë Ramazanit, gjatë këtij muaji, plus rastet e zakonshme që vinë edhe jashtë Ramazanit, edhe në Ramazan, aksidente, smundje, komplikime, helmime, gjitha ato. Po sa është e vështirë, doktor, me u përqendru gjatë muajit Ramazanit në operacionet e gjata që i keni? Po nuk është problem, se përmenda, organizmi me kohë stabilizohet, pas disa ditëve, domethënë të para të fillimit, domethënë mund më hazi sa vështirësi, me kohë stabilizohet, domethënë vetë ai mobilizimi dhe shfrytëzimi i materialeve, domethënë ushqyese të brendshme, me kohë, domethënë balancohet edhe zakonisht nuk paraqitin probleme të mëdha. Po sa po ndikon, doktor, ky ndryshimi i orarit të ngrënies të gjumit në performancën tënde në punë? Po ne mjekët e emergjencës edhe ashtu kemi një orar të çrregull, për shkak të orareve të gjata dhe për shkak të punës natën, për shkak të punës ditën, kështu që nuk e kemi shumë problem me u adaptu me situata të reja. Kështu që edhe ky orar i Ramazanit, syfyri, iftari, zakonisht për ne mjekët e emergjencës nuk paraqet ndonjë problem të madh, për shkak se ashtu është jemi mësuar me pas një jetë, me një organizim të jetës ndryshe prej
njerëzve të tjerë. Do më thonë një me thonë që regull, do më thonë puna natën, pastaj ditën, pastaj natën, pastaj ditën, kështu që ne si mjek të emergjencës nuk e kemi shumë problem mu adaptu me këto lloj situatave, do më thonë ashta pazakonta për njerëz të tjerë. Doktor, tregon pak çka ju motivon për me rujt përqendrimin dhe durimin në sallën e operacioneve? Sigurisht është forca e besimit, që më thonë agjerimi është një lloj sakrifice, ka një arsye, ka një objektiv, ka një motiv, ekziston një motiv shumë i fort prapa agjerimit, që është motivi i besimit në Zotin e Madhërisëm. Kështu që kjo dhe na motivon edhe na bën që të mos e ndijmë shumë atë ndjenjen, qoftë etjes, qoftë të urisë, qoftë probleme Po, tjera. ka, doktor, ndonjë procedurë pak më të veçantë që e bën pak më të vështirë këtë kohën e agjerimit? Procedura mjekësore, po mendoni? Po. Jo, absolutisht. Për ne shumica procedurave tash pak a shumë jemi adaptu, nuk kujtohet ndonjë procedurë ose aktiviteti veçantë që mundet më ndërlidh pak a shumë marrë në antagonizëm me agjerimin, kështu që pak a shumë si jashtë Ramazanit, si gjatë Ramazanit, mirë me të njëjtat problematika, me të njëjtat të lashe, po për mua paktën këto 20 vite të punës, përvojë të punës, cilat kam si mjek emergjencës, ka qenë vazhdimisht e menaxhueshme. Ndoshta vite muajve të verës, do të thonë oraret, do të thonë agjerimi i gjatë, sigurisht mundet të ketë pak efekt, sidomos ka fundi i agjerimit aty, orëve të gjata, do të thonë etja, sidomos nevoja për ujë e gjitha. Po përgjithësi, me sa unë, do të thonë përvoja ime ka qenë vazhdimisht gjithmonë ka qenë e menaxhueshme. Po, po ndalemi pak tek pjesa profesionale. Tregon pak, doktor, cili ka qenë një prej operacioneve më të vështira që e keni kryer deri tash? Si mjek i emergjencës është problem më u kujtu një operacioni veçantë më i vështirë për shkak se vetë puna e emergjencës, mjeku i emergjencës ndërlidhet vazhdimisht në baza ditore me raste kritike dhe me raste të rënda. Kështu që pak a shumë për ne rasti rënd mundet me qenë rast cilën e shohim na për çdo ditë, për shembull traumat e rënda, lëndimet e rënda, pastaj rastet të vrasjeve, rastet e plagosjeve me armë zjarri, rastet e intoksikimeve, për shembull, rastet e tentimeve të vetvrasjeve të ndryshme, rastet e dhunës, pastaj rastet e komplikimeve të ndryshme të smundjeve kronike, rastet e komplikimeve të rënda metabolike, gjitha këto. Kështu që është vështirë me specifiku një rast të veçantë gjatë përvojës 20 vjeçare, me specifiku një rast të veçantë ashtu që me përmend. Për shkak se rastet e rënda janë pjesë e përditshmërisë tonë. Po ndonjë operacion që keni kryer që ka qenë më i gjati? Sa ka zgjatë? Ne në emergjencë, si mjek të emergjencës, nuk kemi punë me operacione gjata. Kemi punë me disa intervenime më të shkurta, mirë, po operacione gjata zakonisht është pjesë e kirurgjisë, e specialistëve të kirurgjisë. Po. Doktor, tregon pak gjatë kësaj kohë të Ramazanit, sa po keni përkraje mes kolegëve? Sigurisht, një pjesë e madhe kolegëve dhe ata agjerojnë, kështu që përkraje reciproke besoj që është shumë e nevojshme, domosdoshme. A mendoni që në profesionin e juaj ka shumë rëndësi bashkëpunimi kolegial? Nuk flitet këtë për rëndësi, është e domosdoshme, kjo është nevojë, kjo është domosdoshmëri. Domethënë mjekësia është punë ekipore, nuk është punë individuale, dhe nëse nuk ka bashkëpunim, nëse s'ka domethënë punë ekipore, atëherë edhe shërbimi se shërbim ka me qenë shumë primitiv të vazhdon shumë jo kualitativ. Po. Kështu që po flasim për domosdoshmëri, jo për diçka kështu zgjedhore, po është domosdoshme gjithsesi. Po tregon pak, doktor, a ka pas ndonjë rast ku iftarit ka gjetë në sallën e operacioneve? Po, sigurisht. Çu jeni ndjen këtë moment? Sigurisht. Po është dashur mi dhonë përparësi pacientit, sigurisht. Ka ndodhur, për shembull, gjatë intervenimeve aty kemi shfrytzuar rastin, kemi bërë iftar me një gotë ujë ose me një hurmë ose diçka. Edhe përparësi kemi dhënë pacientit dhe kemi përfunduar, pastaj kemi kthy iftarit, sigurisht. Po. A keni ndonjë këshill për mjekët që punojnë në emergjencë gjatë Ramazanit? Jo ndoj këshill të veçantë, pak a shumë i përshëndes të gjithë ata që sot janë në shërbim të pacientëve në qendrat emergjente, sidomos kolegët e mi në Kosovë, edhe ju dëshiroj punë të mbarë dhe shumë suksese. Doktor, tregon pak çu arrini me e balancu jetën profesionale dhe këtë gjendjen shpirtërore gjatë kësaj periudhe kohore të Ramazanit? Ramazani vetë vetiu është një lloj stabilizuesi emocional.
Dhe më thonë, shumë atlet, unë për veti, përvoja personale, shumë atlet ka me stabilizu gjendjen emocionale gjatë Ramazanit, se sa jashtë Ramazanit. Sepse vetë ndikimi i Ramazanit, si një lloj adhurimi i veçantë, i cili dedikohet Zotit Madhërisëm, vetë vetiu ka një efekt stabilizues në shpirtin edhe në emocionet edhe në ndjenjat dhe më thonë të individit. Kështu që për mu shumë më e lehtë është me punu gjatë Ramazanit, sa i përket asaj anës emocionale shpirtërore se sa jashtë Ramazanit. Po, po gjatë sallës të operacionit, do me thonë gjatë operacioneve, aty mundet me pasë ndonjëherë shumë atrand, ose jo shumë të këndshme. Sa ju ndikon psikikisht? Ona me këto ernat e me këto na mësojmë qysh fillim, kur fillojmë me punu si mjek, kështu që te i kalojmë qysh fillim karrierës, e te i kalojmë këtë barierë. Për shkak se është pa mundën me mbjetu punën si mjek nëse nuk mundesh me i toleru ernat e këqija, gjanat e papastërta, ashtu them ashtu është. Kështu që na këtë barierë kalojmë qysh fillim të karrierës si mjek, kështu që pastaj nuk e kemi shumë problem. Me pa komën e thuj me gjakun, ashtu sekrecione trupore, sene, për neve nuk është shumë diçka më mendoj jashtëzakonshme. Po. Doktor, po kthehemi pak tek sfidat që i hasni gjatë profesionit. Tregon pak cilat janë sfidat kryesore që i hasin mjek në emergjencë. Po, sfida kryesore, tash në radhë parë është sfida them ashtu profesionale. Shkak se emergjenca është një lami klinike, e cila ka një fushë veprimi shumë të gjatë. Dhe më thonë, në kuadrë të përgjegjësisë të mjekut të emergjencës, hynë çdo gjë që mund të quhet akute. Dhe më thonë, çdo ndryshimi për një hershëm i gjendjes shëndetësore është emergjencë. Tash, ky ndryshimi për një hershëm mund të me konë lëndim, mund të me konë sëmundje, mund të me konë komplikim, mund të me konë helmim, edhe përfshin, të gjitha grup moshat, prej të porsalindërve deri në moshat e shtyra, në gjeriatri. Kështu që është një fushë shumë e madhe e veprimit. Kështu që nga aspekti profesional së pari, mjeku i emergjencës duhet të kenë një përgatitje shumë të lartë teorike, nga aspekti i njohurive shumë të gjana mjekësore. Pastaj nga aspekti i njohurive praktike. Ne duhet me qenë komod me kry shumë lloje të procedurave mjekësore, të intervenive mjekësore, duke fillu prej menaxhimit të rrugëve të frymëmarrjes, pastaj përpunimit të ndryshme të plagëve, pastaj menaxhimit të ndryshme, të traumave e kështu me radhë, kështu që kërkohet një përvojë shumë e madhe. Një përgatitje shumë e madhe edhe teorike dhe praktike, për shkak se është një fushë shumë e gjatë. Sfida e parë është sfida profesionale. Sfida e dytë është janë sfidat them ashtu psikologjike emocionale, për shkak se ajo drama njerëzore e cila ndodh gjatë 24 orëve në komunitet ka me shku mas pare në emergjencë. Kështu që ne përballemi bazët ditore me këtë dramë njerëzore, me aksidentet, me smundjet, me vdekjet, me gjitha ato. Kështu që secili rast që vjen, deshe të shkakton një lloj ngarkese emocionale dhe psikologjike. Kështu që është problem. Po çysh arrini me menaxhu doktor këtë ngarkesën emocionale? Kjo është pak problematike, për shkak se më përmendej shpesh. Ne si njerëz jemi edhe krijesa emocionale, përpos jemi krijesa sociale, biologjike, jemi edhe krijesa emocionale, kështu që emocioni është element shumë i rëndësishëm në jetën e një njeriu. Kështu që ne as nuk mundemi me shku kaj ekstremi që mos kemi fare emocione, po as nuk mundemi me shku kaj ekstremi që secili rast që vjen të na shkaktoj një valë shumë të madhe të emocione, për shkak se mund me pasë pasojë shëndetësore. Kështu që duhet pak a shumë ta gjejmë mesin. As mos t'i humbim emocionet kështu në total që të shndrohemi faktikisht njerëz pa emocione, po as të ndikohemi për secilit rast me cilin mund të përballemi. Edhe kjo është një sfidë. Pastaj sfida fizike, për shkak orareve të gjata të punës, lodhje ekstreme, ditën, natën. Zakonisht gjatë natës përballemi me raste të rënda, me aksidente, me arresti kardiak, me vdekje klinike, me raste që cilat kërkojnë intervenime edhe intenzive dhe shumë shpejta, edhe me kohë edhe në një kohë ku ne veç jemi shtjerë nga energjia. Kështu që edhe kjo sfida fizike është shumë evidente. Sfida profesionale, sfida psikofizike, sfida emocionale, familjare, për shkak se shpesh na do të milon familjet
edhe me shku, me punu orare gjata, ditën, natën, ashtu, kështu që sfidat janë shumë dimenzionale. Po, këto gjitha këtu janë sfida edhe sakrificat të doktorëve. Doktor, të rëgëm pak, sa është numri i pacientëve që vinë gjatë ditës në emergjencë? A keni ndonjë numër parafërsisht? Më varet ku jeni të punu, për shembull, varet ku jeni në spitalet publike, ku ka fluks më të madh pacientë, mund më shku pacientë deri në 200-300 pacientë brenda ditës. Në spitale private mundet me qenë ma pak, për shembull 30-40 brenda ditës, kështu që më varet. Edhe spitale publike, për shembull Prishtina ka një numër shumë më të madh pacientëve se sa spitale tjera rajonale, për shembull që vinë. Kështu që më varet cilin spital punoni. Unë gjatë karrierës kom punu në spitale publike, në spitale private, në thoni, kom provu të dyja. Kështu që ka dallim, në thonë, prej qendrës spitalore ku jeni duke punu. Po si arrini, doktor, me e përballu fluksin e madh gjatë ditës, për shembull, kur keni një numër të madh pacientëve? Në emergjencë ekziston një proces i cili quhet triazhim. Triazhimi e bën kategorizimin edhe prioritizimin e pacientave. Domethënë pacientët që vijnë, jo të gjithë duhet me marrë ndihmë mjekësore më një herë, për shkak se jo të gjithë janë, domethënë, kanë atë shkallën e urgjencës të njëjtë. Zakonisht ju kushtojmë vëmendje edhe i trajtojmë, i ofrojmë shërbime pacientave që kanë probleme më akute. Shembull sulmi në zemër, ose sulmi në tru, ose ndalja akute e zemrës, për shembull arrest që i thojmë në arresti kardiak ose vdekja klinike, ose traumat e rënda, tash jo çdo traumë e cila vjen është e njëjtë. Ndallon një gërvishje, për shembull për një thymje të kockave ose për një dislokimi ose ashtu. Kështu që varësisht ne kemi këtë elementin e triazhit, i cili e bën kategorizimin e pacientëve sipas gjendjes së tyre. Kështu që triazhi përcakton se cil pacient marrin shërbim më përpara, cil pacient duhet me pritë kështu me radhë. Po a keni aparatura mjekësore mjaftueshme për gjitha këto raste të rënda me i trajtu? Po, zakonisht emergjenca nuk është se kërkon shumë aparatura tepër kështu të sofistikuar, pa ato që janë të nevojshme zakonisht ekzistojnë. Po, mirë shumë. Doktor, me qenë se jemi edhe drejt të fundit të kësaj interviste, cila do të ishte një këshill për gjithë ata që po na ndjekin? Një këshill nuk po më kujtohet ndaj këshill kështu e veçantë. Një këshill ndoshta për komunitetin, për njerëzit, shpeshherë kom pa që gjatë aksidenteve të ndryshme, gjatë traumave të ndryshme, njerëzit i bojnë disa veprime të cilat janë jo të duhura edhe të cilat mundet me pas domethënë efekte negative për pacientin. Këshilla ime është nëse keni pa ndaj traumë, diçka ndaj aksident ose diçka, mos ndërmerrni ndonjë hap, ashtu personal vetvetiu, mirë po thirrni domethënë ekipet e emergjencave dhe ekipet vendime të shpejtë të zarfikëve të cilët vinë edhe t'i bëjnë ato intervenime në mënyrë profesionale. Kështu që mos t'i qasen domethënë ndonjë rast, ndonjë skene, domethënë të aksidenteve ose të lëndimeve të rënda, edhe me bë veprime për cilat nuk janë të kualifikuar. Domethënë të thrasin shërbimet të cilat janë të trajnuara, të cilat janë të kualifikuar për më marrë me ato raste. Po, kjo është një këshill shumë e vlefshme. Doktor, faleminderit. Kjo më erdhi në mendje kështu për ndoshta ka shumë këshilla, po kjo më kujtu kështu për momentin. Jo, shumë e qartë dhe shumë e vlefshme. Faleminderit doktor shumë që ishe sot pjesë e rritës, gjithashtu që ndave gjitha këto informacione me ne. Unë të uroj agjerim të lehtë dhe shumë sukses në profesion. Shumë faleminderit edhe juve për ftesën, sukses edhe juve dhe gjithë të mirat në karrierën tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit. E tani krejt për fund, po e ndjekim edhe një material që Leoarta na ka sjellë nga tereni dhe rikthehemi pas pak me pjesën e fundit të emisionit. Një vajzë e talentuar, e mençur dhe shumë punëtore. Është kjo pra Lora simpatike, e cila anipse ka lindur në Angli, ka shprehur dëshirën e saj të kthehet në vendlindjen e babait. Nënën me prejardhje polake e babain shqiptar. Lora ka arritur të krijojë një dashuri të pafundme për Kosovën. Veten e gjen duke shprehur kreativitetin e saj në punime dore e vizatime. My name is Laura and I really like drawing. But sometimes I also like coloring stuff, so sometimes we print pictures so I can color them. But if we don't have enough time, I just like
draw stuff in my book. And So this is what you do in your free time? yes, I was born in England, in Leicester City. I mean, it wasn't really. I came over here because I wanted to learn a strip. My mom is from Poland. Okay, And and your dad? my dad is from Kosovo. I mean, over here I really like it, but the schools, in my school, they don't really like teach stuff. They just write something and tell us to copy it in our notebook. In here? hmm Okay. But in England, they like teach us and they teach the children like in a fun way. So the children, they like learning because it's more fun for them in England, in my school. Në shkollën e re, Lora ndjen vështirësi për t'u përshtatur me shoqërinë, sepse ndonë se nuk flet mirë shqip, ka kaluar shumë kohë pa e praktikuar gjuhën dhe gjithashtu e ka të vështirë që ta mësojë në shkollë sepse bashkëmoshataret e saj flasin gjuhën angleze. It's hard for me to learn Shqip at school because like all my friends, they always speak English to me. So sometimes I forget about speaking Shqip or I just remember. But then it's just hard because I'm not really used to the language because it's very complicated too. Okay. But you're gonna learn it, I'm sure. Thank you so much, Laura, for this interview. Thank you. Yes, I did make some friends. Okay. Like, do you have any best friends? Yes, I got two. Okay. Sometimes sometimes I go out to like hang out with my friends like in the closest park. Okay. You like to make things too, right? Yes. Just like masks and stuff. I just really like it, but the masks on the table right now, they were like for Halloween. For Halloween, okay. So on this mask, over here, Okay. to make the teeth, I just like made a big blob of hot glue, and then I cutted it into the shape of like sharp teeth. Shark teeth. Okay, so that's a wolf, right? Yes. Okay. What about this one? This one, I was trying to make a calico cat. Okay. Okay. And for the eyes, I just like found a bag, which was like really hard to find because I needed a like specific material. Okay. 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 Like from this drawing, what is your favorite one? I mean, I think it would probably be this one Okay, and tell us why. because I just really like the way it's like, it just, you can see it over here, but then it just goes more and more and more, and you just, there's a point when everything just vanishes. To make it look like you're actually in a real place. Okay, okay. So you haven't finished that, right? Are you gonna I'm color still, it or not? I still might color it, and I'm still gonna add add some birds and the sun in the sky. Okay. I If your color mean, makes sense. my favorite traditional food would probably be like pita, and my top one, flea. Flea. Okay, so these are your favorite foods, right? Yes. Ajo ndeshet me sfida të vogla të përditshme, siç është edhe zënia e miqve të ri, të kuptojë më mirë traditat dhe të balancojë faktin që një pjesë e zemrës së saj ndodhet në Angli. Sigurisht që malli për vendlindjen nuk do të shuhet asnjëherë, shprehet Lora. E ajo që më së shumti i mungon është shoqëria. I don't have any brothers or sisters. I mean, I don't have a brother, I mean. Okay.
Don't worry. I mean, I don't have any brothers, but I have one older sister. Her name is Nina. Okay, so And she's 11. Okay. But who's the person you love the most? I mean, I can't really tell because it's unfair because everyone they love me, so I can't just choose one that I love. I do like sometimes playing volleyball with my friends in playtime. Okay. And I sometimes do like singing, but only by myself. Why? I don't know, I'm not really good with singing to like other people, only like by myself. Okay. I mean, when I grow up, I'm thinking of like, I don't know, like being those type of people who like, they basically make buildings, but they don't really make full walls. They just like paint the insides and do all of those type of work because I really like the type of painting. Tell me more. I mean, in England, I like the way more people own houses and stuff because, you know, it just feels better having an actual house. But in Kosovo, most of the time in cities, you only see people with apartments and flats. Over here, the parks, the grass isn't really green. You don't see as many trees. But in England, there are like loads of parks and they're always like very green. And you can see loads of like big and small trees, and I like that. And I always climb the trees. And I always had some favorite trees which I would always climb up. Gjallërinë që ka Kosova nuk e ka asnjë vend tjetër. E për këtë pajtohet edhe Lora me familjen e saj. I mean, if you want to become something, but people at school or something always bully you, you shouldn't let that stop you because you never know when you could grow up and can become that and like actually get like loads of money. Okay. I know Lule, I know Mirdita, Mirmrama, Mirmanjes, Drita, Dritare. I don't know how to pronounce it properly, but I think it's like Dera, I think. Dera? Yeah. Door, yeah, Dera. And I know Përshëndetje and Si Ajemir. Vetëm 9 vjeçare, për Lora ka një këshill për të gjithë ata fëmijë që ndoshta dhe bullizohen nga dikush, që asnjëherë mos të ndalin synimin e tyre. Kaq kishim për këtë ditë të shtunë, po besoj që nga secila intervistë ju jeni frymëzuar sadopak përgjatë këtij muajit Ramazanit. Gjithë juve që agjeroni, ju uroj një agjerim sa më të lehtë dhe të këndshëm. Ne bashkë do të shihemi të shtunën ardhshme nga ora 11:30. Deri atëherë juve ju uroj vikend mirë.